Arsenijeviç dyshohet se ja ka përdorur edhe veturën e Rado Videović. Ai është dyshuar në fakt personi për sulmin terrorist në Banjska të Zveçanit. A ka informacione se Ineti ka përdorur edhe këtë veturë në fakt dhe cilat janë hetimet të cilat janë duke bërë tani ndaj tij? Po shef, kjo është tash pjesë e hetimeve gjithëpërfshirëse. Është e qartë se kjo është pjesë e grupeve të ndryshme të cilët herë janë marrë me krim, herë janë marrë me terrorizëm. Ky ka tentuar që me ndërtu një imazh të kinse një opozitarit, po realisht dëshmit faktet tregojnë se ky është i përfshirë në aktivitete kriminale terroriste dhe duhet sa më parë që të përgjigjet para ligjit duke u dorëzuar dhe pastaj prokuria së bashku me policinë të vërtetojnë rastin. Nemanja Radivojević. Nuk po flas vetëm për këta, po flas edhe për shumë më gjërë. Ky qoftë si veprimtari, qoftë si shoqërim, qoftë si familjar, është pjesë atyre grupeve terroriste dhe patjetër që çdo dëshmi, çdo informat duhet të procesohet në mënyrë që rasti të përmbyllet suksesshëm dhe të mos lihet hapësirë për asnjë lloj dezinformimi, keqinformimi, tendence, tentim për të mbrojtur me quasi kauza. Ai është i dyshuar, në pronën e tij janë gjetë armë të cilat i takojnë një njësit i terrorist, për këtë ai duhet të paraqitet dhe të përgjigjet para ligjit. Unë do të vij aq herë sa të është e nevojshme me përmbush obligimet e mia ligjore. Duhet të pyetni deputetët e opozitës pse po vinë, në qoftë se nuk dojnë të votojnë edhe me këtë shkelin kushtetutar. Faleminderit.